Kryeministri Risjan Mickoski ka deklaruar se ai personalisht do të takohet me prindërit e të vdekurve dhe të lënduarve nga tragjedia në Koqan, duke u përgjigjur në pyetjen sa do të ndihmojë qeveria familjet e prekura nga kjo tragjedi. Do të bëj gjithçka që mundem dhe do të flas personalisht si me prindërit e të lënduarve, ashtu edhe me ata që humbën tragjikisht të dashurit e tyre. E gjithë Maqedonia ende po vuan dhe kjo nuk do të jetë një dhimbje që do të mbarojë ndonjëherë, por ne duhet të përballojmë atë dhe të zgjidhim gjërat. Ato nuk mund të zgjidhen vetë. Jam i vetëdijshëm se do të ketë struktura të tilla politike që me shumë mundësi do të përpiqen të fitojnë pikë politike nga tragjedia e këtyre njerëzve, por kjo është gjithashtu pjesë e jetës sonë. Lidhur me akuzat e opozitës se po zhvillohet një hetim selektiv, Mickoski tha se hetimi po zhvillohet nga prokuroria dhe se ai as nuk ka kontaktuar dhe nuk ka komunikuar me asnjë prokuror. Kjo pyetje duhet të drejtohet prokurorisë, sepse hetimin po udhëheq prokuroria, jo qeveria, jo unë. Ne nëpërmjet Ministrisë së Punëve të Brendshme veprojmë sipas kërkesës së prokurorisë publike. Kërkesa e prokurorisë drejtuar Ministrisë së Brendshme është përmbushur në atë moment. Nuk do të ndërhyj në hetim, as nuk kam telefonuar askënd dhe as nuk kam komunikuar me askënd nga prokuroria, me qëllim që të mos rezultojë se kryeministri po ushtron presion mbi hetimin. Mickoski u bëri thirrje të gjithë përfaqësuesve politik që të mos ndërhyjnë dhe t'i lënë gjykatësit dhe prokurorët të kryejnë punët e tyre.